Me faljen e namazit të Bajramit nisi festa e Fitr Bajramit. Xhamit e vendit u mbushën përplot me besimtar. Edhe pse koha ishte me shi, shumë prej tyre e falen namazin jashtë. Televizioni 21 ishte në xhamin e Rinis në Tetov, ku imami Ibrahim Alia në mesazhin e tij gjatë hutbes dhe para kamerës bëri thirrje që kjo festë të jetë festa e pajtimit dhe që hatërmbetjet të lihen pas. Ai apeloi që besimtarët edhe pas Ramazanit të vazhdojnë të sillen sikur të ishin agjërueshëm. Ose të shfrytëzojnë këto ditë për të kalu sa më mirë, për të uru njëri tjetrin, për të falë njëri tjetrin. Ka njerëz mes vetëve me cilët ndoshta kanë ndonjë hatërmbetje, është rasti i festave kur ata hatërmbetjen duhet ta kalojnë dhe t'i urojnë njëri tjetrit. Dhe me këtë llogaritet edhe një falje për ta, sepse besimtarët nuk guxojnë t'jesën me hatërmbetje ose të idhnuar mes veti. Dihet ne jemi në Fitr Bajram dhe Fitr Bajrami vjen pas një angazhimi të madh që kanë bën besimtarët gjatë muajit të Ramazanit, kështu që kurorëzimi i krejt kësaj sakrifice Allahu xhaleshanuhu e ka bën që të ketë festë, që të di festat fetare lidhen me obligime fetare dhe njeriu kur krijen një obligim, logjika e festave është njeriu kur krijen një obligim ka të drejtë festoje, sepse i ka dalë puna mirë. Qytetarët që takuam në xhami bëjnë apel për solidaritet dhe mirësi. Ata theksojnë se të gjithë duhet të festojnë, por pa harruar askënd. Sipas tyre, kjo festë sjell gëzim dhe duhet të festohet me zemër të hapur dhe dashuri. Mendoj se me mesazhin më adekuat i kësaj feste madhështore do ishte që të ketë harmoni, familjarizim dhe mirëqenie mes njerëzve, pa parasysh se cilës përkatësi fetare i takojnë. Çdo religjion bën thirrje kryesisht në të njëjtën gjë, në mirëkuptim, mirëqenie dhe solidaritet. Lezeti më i madh çka ku shkoj. Vetëm se kush e përdor. Sidomos muslimani kemi thënë vetë se çdo duhet mendojë për ata. Elhamdulillah, falenderojmë Allahun që e kalum këtë Ramazan me sinqeritet, me iman dhe me besim. Në jetë edhe duhet të mbështetemi edhe në vllazërit tonë në Palestinë. Jo veç për këto na. Në anën kanë botës ne kemi vllazërit tonë. Nuk duhet të mendojmë veç për vete, ne duhet të mendojmë edhe për vllazërit tjerë. Për Bajram kemi menaxhonau njerëzit kanë bë Allah i gëzof këtë. Pas faljes së namazit të Bajramit, besimtarët urojnë njëri tjetrin dhe kthehen në shtëpi. Më pas shijojnë drekën e Bajramit dhe vizitojnë familjarët. Baklavaja është ëmbëlsira tradicionale që e zbukuron këtë festë.